erdhe në Institutin e Lartë të Arteve për konkurim. Po. Si? Ka qenë një degë që e lakmonin shumë veta. Pa, Instituti i Lartë të Arteve ishte privilegj. Hyje në Institutin e Lartë. Sa ato instrumentave ata kishin filluar që në klasë parë, po ne që për 4 vjet. Edhe ka qenë vërtet një masivitet shumë i madh. Atë vit, se mbajmë ne si statistika, kanë konkuruar rreth 470 veta dhe kemi fituar 27. 470 vetë. Dhe kemi fituar 27 dhe çuditërisht kursin ton këta e mbajnë një nga kurset që del shumë rrallë. Që kanë nxjerr. Të keni nxjerr një aktor mirë. Po të them me radhë emrat e kursit. Po, thuaj kush. Raimonda Bulku. Raimonda, po. Raimonda që kishte bërë gjysmat e filmave të saj pa filluar shkollën. Pa filluar shkollën, po. Elvira Diamanti. Elvira, po. Tatjana Leska, Artan Imami, Gëzim Rudi që është sot pedagog, Julen Shati, prap pedagog ka qenë, po. Zamira Kita e Korçës, 2 arbena të shkëlqyer nga Vlora, Arben Krutën dhe Arben Tartarin, Kudreta Likën në Gjirokastër, po Rita Gjeka, partnerja që e kanë puthur në filmi, që se që i kaloj censurës, ajo puthur. Po ti... Po, inshallah s'ka marruar në një, Ilir Unqi... Mozart vite ty me puthat e sa ajo aty? Jo, më ishte e mirë. Se unë puthja mirësin, nuk puthja njeri unë. Puthja mirësin, Rita ishte... Edhe do jeti hyje brënda mirësin. Vajza ishte shkëlqyer, Rita ka qenë nga vajza tip të kursit tonë. Inshallah s'ka marruar në, ka marruar, për... 81 filluam. Më falin ta, 81 filluam dhe mbaruam në 84. Do në tin konkurs fitove nga 400 e ca konkurrent, ti fitove me 27 vetë. Po. Ma men qa performove në konkurim? Po të ishin kriteret të caktuar, to duhet një fabul, një... Kush ishte fabul e që? Një të Gjikurtiqit, shumë të bukur e kisha. Mirë po unë, fati im që këtu gjeta dhe pedagog Minella Borovën që ishte kolonjar dhe me të cilin që mund të... Mund të merresh avesh. Mund të kishe një favor. Edhe qeshi ta të më futi kraun dhe më pyes se çfarë kisha përgatitur. Dhe mbas çdo kriteri që unë ja përmendja, për shembull, çfarë fabul ke tha? I thash unë kam një të bukur të Gjikurtiqit. Gjen mjalt në kolonjë tha. Përgjigja e profesor Minellës. Po dhe gjeni thash unë. Shumë, po tregim një të drejtëroj thash unë. Harat me sa janë atje. Do me thënë, presori do në të 12, sa ishin kriteret, do në nga një sortimente. Po mua më ka dashur shumë edhe, ta që isha në Kokofest, e dneja një si detyrim, bajta ndeza në Qirinë. Fati që edhe të tërë artistët atje, Zamira i ka bërë bashkë. Ti e mirë njohës dhe i mirë për gjithë, gjëve, po i keqi vetët. Po mirë, shumë si ka. Vetë dhe regulosh, po shkuna të regulosh shoqërinë. Dikja, gjëve, po okej, qa kujton nga Instituti i Lartë i Arteve? Aksionin dhe zborin. Me gjithë e keni qenë vërtet kursim. Keni qenë grup simpatik. Artur Zhejnë, më falë. Isha rapsaloj në një. Zhejnë. Zdo më mërzitën dhe po arova në një. Jo, Zhejnë, s'ka qatë mërzitet më? Jo. Zhejnë, të shi ka shku, po. Miki imi dhe njeri shumë jaftë. Edhe njeri pozitiv. Shumë. Bile unë kisha një fat që në zbor dhe në aksion, a ju më zgjithë mua në krevatin dysh. Krevatin dysh, e pa. Se unë e mbulonja me gjërat të tjera, do. Unë rinja lartë.